perfekt. Urdhno. Ajo, liria e shprehjes. Liria të shprehjes të ne realisht është keq kuptuar. Gazetarët po Po, thënë, e kuptoj unë të që di ndoshta ku aludon. Do më thonë gazetarët kur on pyetje ne, kur flasim ne drejt fort, do më thonë ne s'kena drejt me fol. Në muslimanët e di. Për shembull liria e shprehjes ai ta bllokon, ti fshin atje. nuk le me komentu. Po s'le me komentu se nuk i konvenon. A kur flasin ata, do më thonë ata kanë drejt me fol. Mu talë me Koranin. Po, mu talë, me lujtë, me nashajt, me nënçmune, me krejt kanë drejt. Ama ne kur të fillojmë njësoj sikur ata, do më thonë, ja, këtu janë terrorista. Nga lindja e mesme. Si? Nga lindja e mesme. Nga lindja me filozofi me. Po lindja në mes me këtë në pak kanë më shku, pa sa ma. Se bëjë, dhe këtë Dubai e Berrin, ju vinë turpe, ju vinë ma. Po, dhe po. Lindja e mesme ka qenë është dhe do tjetë. Flasim për lindja e mesme, du të me ditë që dituria prej ande ka dalë. Dhe që ka du me thonë, për dituri shpirtërore, se ka dituri shpirtërore, ka dhe shkencë, këtë dhe shkencën du të me dashne, du të me punu me shkencë, këtë në regullë. Amo shkenca, mos të harrojmë edhe dituri shpirtërore. Të gjitha fetë, bazën e kanë në lindje. Edhe shkenca më herë ka bazën. Unë bile ndëgjosha në ditë që kur kene me të regu muslimanëve, edhe botës e muslimanët e ditë, se Averrosi ka qenë musliman. Kur kene me të regu krishterëve në Evropë, se Avicena ka qenë musliman. Para me ndëhe që farë njerës e kanë mshef këtë dituri. Edhe diturin, këta që pretendojnë edhe janë kundra fesë edhe këta diturin e mundon të mshefin që vinin ati. Po liria e shprehjes me dojtë që në musliman ne du të me qenë sinqer, du të me qenë drejt, du të me qenë durimtar. Allah subhanahu wa taala i din punë më së miri se gjithkush prej njerëzve. Sepse ajo është krijuesi jam. Edhe po, funit kanë më hinë varë gjada ata. O, kanë me dhonë me përgjithësi relatë. S'mund të se cili ka me dhonë përgjithësi, shive. Përgjithësi, dy lloj përgjithësive kemi. Përgjithësi ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve. Ne kena se kena gabuar ndaj njerëzve, duhet me marr hallallëk me njerëzit. Falje me kërku falje. Nëse kena gabuar me Zotin, kena punë me Zotin. Unë se di këta njerëzit islamofobë, një di shaj neve o xhallarëve, shaj. Që vin turp. Po punoni me vëllai, çka vini natë se ne punojmë, çka mendohet? Unë s'kam shkuar atje në Medinë 10 vjet, marr të futboll me lut. Kur kam kohë dhe futboll luj, po. Edhe shah luj, edhe futboll shah. Po valla, krejt qefet i bërë, alhamdulillah, që janë se me rregulla të lejuar. Po valla. Allah shpërblet. Po, e vërtet, Zoti ju rujtë dhe ju, faleminderit, selam aleikum.